Klodi, ka një akuzë të re për Erion Velien që u deklarua sot. Qa është kjo? Po tani nëse ju kujtohet, një 3 ose 4 emisione më herët, ne kemi diskutuar në lidhje me një urdhër kontrolli, pati dhe një reagim në atë kohë nga aktori Gazmend Paja, se këta reagojnë, do më thënë, e bëjnë humor çdo gjë edhe hetimin e prokurorisë. Aktorët reagojnë. Në lidhje, jo, po s'mund bëj humor me hetimin e prokurorisë, dhe minimalisht duhet tulte kokën dhe të pranonte realitetin. Megjithatë, prokuroria e posaçme mori autorizim në gjykatë dhe ushtroi kontroll përmes BKH-s në një apartament që është një kat më sipër apartamentit ose banesës ku banon zoti Velia dhe bashortja e tij. Në atë apartament kishte banuar dikur aktori Gazmend Paja, pas Gazmend Pajës kishin banuar me qira disa çifte të huaj, por edhe shqiptar. Prokuroria e posaçme kishte dyshime në atë kohë që ky apartament mund të zotrohej në mënyrë të tërthort nga çifti Xoxa Velia. Pra ky ishte dyshimi i SPAK. Dhe ato dyshime, ditën e sotme, prokuroria e posaçme i konfirmoi zyrtarisht dhe tha, nga hetimet e kryera deri në këto momente, rezulton që ky apartament dhe shtesa e apartamentit, që është në pronësi zyrtare të Agikons, kompanisë te Kodra e Diellit, zotrohet ose ka interesa të drejtë për drejta nga kryetari i Bashkisë Tiranës zoti Erion Velia dhe bashortja e tij zonja Ajola Xoxa. Dhe për këtë arsye, duke qenë se ne e konsiderojmë këtë si një pasuri të fshehur, kjo është ngrejmë akuzë të re, pra i kanë komunikuar akuzë të re zotit Veliaj për deklarim të rrem të pasurisë ose fshehje të pasurisë, se dispozita është shumë e gjatë bashkë me bashorten e tij dhe ka bërë kërkesë në gjykatë për sekuestrimin e kësaj pasurie dhe sot që flasim, kjo pasuri është e sekuestruar. Ndërkohë, avokatët e zotit Veliaj, vetëm diku të rreth 40 minuta pas njoftimit të prokurorisë reaguan nëse më lejon, 2 fjali ndoshta për qenë transparente dhe me publikun, deklaruan që janë të hapur për hetimet, por nga ana tjetër, ata pretendojnë që as zoti Veliaj dhe as zonja Xoxa nuk kanë lidhje pasurore dhe ligjore as me subjektin tregtar Agikons dhe as me pasurinë që është sekuestruar nga ana e prokurorisë. Ata thonë që është në drejtën ligjore të SPAK të kryer hetime, por dyshimet e ngritura të bazohen në fakte konkrete dhe prova të verifikueshme nga ana e tyre. Dhe më pas thonë që do shkojnë të kërkojnë të drejtën gjykatë për dëmtimin e shkaktuar zotit Veliaj. Por fakti është që sipas SPAK, ky apartament është zotruar në mënyrë të tërthort nga kryetari i bashkisë dhe bashkëshortja e tij. Pra, prokuroria është duke vijuar në këtë drejtim, por nga ana tjetër, ky veprim i SPAK-ut vjen pikërisht ndërsa gjykata e lartë pritet të shqyrtojë edhe dosjen ose më saktë rekursin e zotit Veliaj për zbutjen e masës së sigurisë, sepse është edhe ajo kërkesa e Partisë Demokratike, e zotit Ilir Ali Mehmeti dhe këshilltarëve bashkiak të opozitës, të cilët kanë kërkuar nga Këshilli Bashkiak të shkarkimin e zotit Veliaj. Pra, ka një sër zhvillimesh rreth zotit Veliaj, por që kjo provon sipas SPAK që pasuria disponohet prej tij dhe bashortes dhe është një pasuri e fshehur. Se çfarë do të dalë pastaj deri në fund? Zoti Velia thua ti sa vjen dhe rrethohet. Po sepse kontrollet u kryen rreth 4 javë më parë, tashmë zyrtarisht prokuroria e ka sekuestruar duke thënë që kemi dyshime që ky apartament është fshehur nga zoti Veliaj dhe ka interesa të drejtë për drejta. Thot SPAK në njoftimin e tij. Zoti Veliaj e kundërshton këtë përmes avokatëve. Ndaj për transparencë, lexova dhe pjesën e njoftimit të deklarimit të avokatëve. Megjithatë, apartamenti është i sekuestruar. Nuk është në pronësi pra në emër direkt të zotit Veliaj, është në pronësi të kompanisë. Aty kanë qëndruar dhe është përdorur apartamenti me qira apo pa shpërblim nga persona të tretë. Për shembull, unë kam thënë këtu në studio që ka përdorur disa kohë dhe një çift i huaj, që e kishte marrë me qira. Më pas ka qenë një çift nga Elbasani që po ashtu ka qenë me qira. Pra, aty kanë shkuar shumë qiramarrës, të cilët me sa duket nga këto kontratat e qiramarrjes mund të jenë gjetur dhe të dhëna që mund ta lidhin me zotin Veliaj. Mund të them diçka në raport me raportin e kryetarit Bashkisë Tiranës me prokurorinë e posaçme. Unë do doja që prokuroria e posaçme dhe prokurori çështjes së inceneratorit të na sillte ndonjë vendim për hetimin e kësaj çështje, na sillte rolin e Erion Veliajt në çështjen e inceneratorit të Tiranës, pasi mendoj që historia e hetimit pasurisë së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj tani është një histori e mbyllur dhe këto detaje janë detaje të cilat
kam përshtypjen që në fund fare nuk kanë asnjë vlerë për hetimin, sepse zoti Veliaj do të shkojë në gjykat për çështjet e korrupsionit dhe të fshehjes së pasurisë, por kam përshtypjen që interes për ne si media, por dhe për opinionin publik dhe për qytetarët e Tiranës do të ishte incineratori i Tiranës. Dhe nëse do të kishte një vendim për të, do të ishte... Ka gjëra thua ti shumë thelbësore për të... Pra, sekuestrimi i këtij apartamenti në pronësi të kompanisë Agikons përforcon dyshimet që kanë qenë edhe tek faza e parë e hetimeve për të cilat edhe është arrestuar zoti Veliaj, që ai ka përdorur pasurinë në emër të kompanisë ndërtimit, pra biznesmenët e pasur dhe që marrin kontrata publike i mbajnë pronat në emër të kompanive të tyre, por de facto ato janë të zyrtarëve të lartë të shtetit, dhe kompania Agikons është një nga kompanitë që ka marrë kontratat më të mëdha në Bashkinë e Tiranës. Pra, Agikons është me emër Ola Seuns. Gentian Sula. Gentian Sula, po. Kjo është njëri nga biznesmenët me mas sigurtje në çështjen e Veliaj. Por këtu bien dakord të gjithë që historia e inceneratorëve do duhet ishte një histori hetimi të plot edhe patjetër që aty mund të prekej edhe zoti Veliaj. Por kjo është një kapitull tjetër, pra, ose edhe mund të mos prekej, jo, por patjetër ne kemi rënë dakord për këtë gjë dhe është një gjë që e themi gjithmonë. Jo, thjesht kishte një vendim se janë 5 vite nga fillimi i kësaj çështje dhe vetëm zgjaten dhe kjo është historia. Tani, unë kam shkëputur Klodi edhe një moment tjetër, se më bëri përshtypje një vrasje në Durrës për pisat e hetimit të, duhet të ndihmoj regjia për ta anoncuar. Më bëri përshtypje fakti që tani të huajt po përfshien në vrasje në Shqipëri. Ka disa kohë të huajt Zhabina. Janë shtuar, po. Janë shtuar dhe vinë vrasje. Mos këto nga lindja nuk mjaftojnë Afrika Veriut. Nuk mjaftojnë vrasës të latë që kemi ne, shumë kemi, po vinë dhe vrasës të huaj. Edhe nga Anglia ku erdhën ata që vranë në Lezhë vranë. Portugalia. Portugalia dhe Anglia ndimësit. Po, ishin ti. Pra, vrasje e Ermir Dedjas në Durrës është shpallur në kërkimin e shtetas maroken. Çfarë keni arritur të mësoni? Si ka mundësi, tham, që ndodh tani të huaj vinë me dëshirë dhe me o paguajnë mirë për të vrarë. Është rasti i parë, ka pasur dhe para disa vitesh, rasti i Grekut këtu në Tiranë, ka disa raste. Igor Leticia. Po janë shtuar. E kam fjalën që janë shtuar. Po, por nuk është një fenomen i ri. Jo, marokeni është shpallur në kërkim, nuk është i përfshirë direkt në vrasje, ai është personi i cili ka siguruar kushtet për të kryer vrasje. Kush është tani? Ky është viktima. Viktima, ja. Viktima është 29 vjeçar, Ermir Dedja njihet si lidhja më e fortë e Aldo Avdylajt, që është nipja Street Avdylajt, kreu të grupit kriminal Avdylaj. Aldo Avdylaj është i shpallur në kërkim ndërkombëtar për ngjarje shumë të rënda kriminale dhe dyshohet për një sër atentatesh në qytetin e Durrësit. Ermir Dedja konsiderohej si krahu i tij i djathtë dhe një ndër njerëzit e tij më të besuar dhe kjo është pista kryesore. Pra, përplasja mes grupeve kriminale ose çështjet e trafikut drogës janë dy pistat kryesore për cilat po hetohet.